Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë një lexim ndryshe, një temë për dashurinë. Nëse keni hyrë te kjo video, do të thotë që gjithmonë ka gjithçka për ju. Ju mund të mendoni për personin tuaj dhe ne shohim energjinë e këtij leximi. E rëndësishme është që të gjeni veten në këtë lexim. Gjithsesi, mos harroni, shtypni butonin like, doni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë ju ftoj të ndiqni dhe videot e këtij kanali, videot e muajit tetor, sepse janë postuar gjitha shenjat e horoskopit dhe ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve, sepse është data 1 sot, por dhe videot e javës, videot me tema për dashurim, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë, ju mendoni rreth personit tuaj dhe unë të shoh energjinë që do vi në këtë lexim. Atëherë, shohim që këtu kemi të bëjmë me energjinë e shenjës së ujorit, energji të shenjave të tokës dhe të ajrit, kemi përsëri energji të shenjave të ajrit dhe përsëri energji të shenjave të ajrit. Gjithsesi, energjit nuk kanë rëndësi, sepse është lexim i përgjithshëm, por ky person është një person që mendon për të riparuar një njohje ose lidhje që ju keni, ndoshta në periudhën e ardhshme. Midis jush dëgjues. Këtu shohim që ky person mund të doj, ndoshta flasim për një person që dëshiron për diçka që ndoshta është shkatruar ose është rrëzuar midis jush. Është një person që ju idealizon, ose ky person ka pas dëshirë të realizojë diçka në lidhje me ju dëgjues. Gjithsesi është një person që fillon të rilexojë ato mesazhet tuaja, në një rast ose të shohë fotografitë tuaja, ose t'ju ndjeki në rrjetet sociale, ose të shohë dhe foton tuaj të profilit. Gjithsesi, ky person e ka fokusuar vëmendjen e tij ose të saj në një foto që ju mund t'ja keni dërguar, ose në një foto që ju mund t'a keni postuar diku në internet. Është dikush, dhe këtu flasim domethënë për dikë që ka cilësi të jashtëzakonshme dhe mendon se ka qenë e vështirë kjo një situatë midis jush. Ndoshta ky person ka dëshiruar që të realizojë ose të kishte një realizim në lidhje me këtë dashuri. Këtu mund të flasim për një person dhe kemi një energji mashkullore që është i pushtuar nga imazhi juaj. Gjithsesi, ky person, po të vëmre këtu, dëshiron të ketë fillime të reja, të bëj, ndoshta t'ju shkruaj një mesazh, një SMS, ose të shkruaj diçka për ju. Është një person që është shumë fisnik, shumë shpirtëror, ai ose ajo. Është një person që është shumë i çiltër, sepse por mund të jetë edhe një person që është në distancë, sepse kemi energji ajri këtu, kartën e avionit. Është një person që ndoshta dëshiron të vi drejt jush, dëshiron t'ju shkruaj diçka, një mesazh, një SMS. Ky person ka ide më të qarta në lidhje me një realizim që ka në mendjen e tij, ose me imazhin tuaj që ka në mendjen e tij ose të saj, sepse energjit mund t'i merrni edhe në të kundërt. Gjithsesi, këtu kemi energjit shenjës së ujorit, të tham, kemi dhe shenjën e demit këtu, kemi edhe nga shenjat e ujit, shohim. Gjithsesi do vazhdojmë të shohim me leximin, se si do vazhdoj. Atëherë unë shoh që ky person ka paqartësi, ndoshta ka dhe frikra emocionale, është një person që ju ndjek pak në mënyrë të fshehtë, shohim këtu, por pak në mënyrë sekrete.
Gjithsesi, është një person që mban shumë brenda vetes, ka dashuri dhe ka gjithçka që mund t'ju japi ju. Ose ky person nuk ishte shpresuar se mund të kishte kaq shumë gjëra brenda vetes për t'ju dhënë. Dhe shoh që është një person që është larguar ndoshta nga ju. Mund të jetë larguar për të marrë një drejtim më të mirë, sepse jemi te teta e kupave këtu. Por për të gjetur ndoshta edhe kushte më të favorshme dhe për të ardhur tek ju dëgjues. Gjithsesi është këtu shoh edhe një lidhje ose një njohje që ju mund të keni, ku ose ky person ndoshta e ka pas të vështirë në lidhje me ju dëgjues, mund të ketë qenë disi i friksuar ose ka paqartësi ose ka pasur paqartësi, sepse ndoshta ky person ju ka idealizuar. Gjithsesi, ndoshta këtu shohim që personi është larguar për të marrë një drejtim tjetër, edhe pse personi dëshiron të rindërtoj përsëri këtë njohje, duke ju shkruar një mesazh, një SMS, duke ardhur drejt jush dhe mund të jetë një person distancë shkurtër ose të gjatë, ka paqartësi akoma brenda vetes, është duke ju vrojtuar në mënyrë sekrete, por gjithsesi ky person ka shumë për të dhënë nga vetja e tij në lidhje me ju ose e saj. Dhe ju shoh që ky person ose largohet ose është larguar në një drejtim tjetër për të marrë një drejtim më të mirë për veten e vet. Dhe këtu kemi energji të shenjave të gafores, kemi energji të shenjave të zjarit, energji të shenjave të ujit dhe përsëri të ujit. Dhe të shohim çfarë mendon dhe çfarë ndjen ky person në lidhje me ju dëgjues. Shohim çfarë do ndodhi në lidhje me këtë dashuri. Dhe këtu kemi përsëri shoh një realizim në lidhje me një takim ose me një, dhe do shohim, për të hyrë në diskutime në lidhje me një fillim të ri. Gjithsesi unë shoh që personi dëshiron një realizim, dëshiron të filloj të bëj një fillim të ri dhe flasim për dikë që është prekur, sepse është në gjendje pagjumësie, stresi, dhe dikush që është si në dorën e fatit, por shoh që dëshiron të japi fund një situate tensioni dhe stresi që ka vazhduar për një kohë të gjatë. Personi është në gjendje pagjumësie, stresi, edhe pse dëshiron të çlirohet, se jemi te 10 e shpatave, pastaj kalojmë përsëri te 9 e shpatave. Personi dëshiron të çlirohet nga disa tensione ose një stres që ka mbajtur për një kohë të gjatë, por e shoh që rikthehet përsëri duke menduar në lidhje me ju dëgjues. Sepse shoh që ky person po mendon seriozisht në lidhje me një diskutim që dëshiron të bëj, por dëshiron edhe një dritë nga ju dëgjues. Gjithsesi do shohim si do shkoj kjo njohje ose lidhje në të ardhmen. Unë shoh këtu që ky person është i vendosur në qëllimet e veta, ndihet akoma në dilema, shoh në lidhje me mbylljen e diçkaje. Ndoshta personi dëshiron të mbylli një cikël të vështirë në lidhje me vështirësitë që ju keni kaluar, por ndihet akoma në dilema në lidhje me këtë histori. Sepse ky person ose ndjen që mund të ketë ndodhur një konflikt midis jush, ose në rastin tjetër personi ndjen që ka shumë konkurrencë në lidhje me këtë dashuri. Dhe shohim në vazhdimsi. Dhe këtu kemi të bëjmë, nuk thamë, me energji të shenjave të zjarit, të tokës, këtu kemi 4 energji, energjia shenjës së akrepit, demit, virgjëreshës, luanit dhe përsëri energji të shenjave të zjarit.
Këtu shoh një energji maskullore që tregohet shumë e ftohtë. Ndoshta ka marrë eksperjenca nga historitë më parshme ose që lidhje dashurie që mund të ketë pasur ose edhe në lidhje me këtë dashuri. Dhe një energji femërore që është përballur me shumë sfida me këtë energji maskullore. Gjithsesi, unë shoh një energji femërore që është edhe midis dy energjive maskullore. Mund të jeni dhe në një situatë që mund të jeni midis dy personave. Dhe këtu kemi një energji maskullore, një energji zjarri, ku është i vendosur në qëllimet e veta. Dhe energjia femërore që mund të jetë përballur me sfida dhe vështirësi në lidhje me një person narcisist, me një ndoshta dashuri të kaluar ose me një njohje ose lidhje që keni pasur, por shoh një energji femërore që gjen forcën për të ecur përpara dhe një energji maskullore që është e vendosur në qëllimet e veta. Dhe këtu kemi energji të shenjave të ajrit, energji të shenjës të luanit dhe energji të shenjave të zjarit. Dhe përfundimi, shoh një energji maskullore që është tregohet e mbyllur edhe pse i ka vendosur qëllime vetes dhe një energji femërore kur kjo energji bëhet kurioze në lidhje me këtë dashuri, edhe pse ka shumë oferta rreth vetes, shoh një person që ndoshta është i fokusuar në këtë dashuri, duke anashkaluar edhe mundësitë dhe ofertat e tjera që i vijnë. Dhe këtu kemi të bëjmë me energji të shenjave të tokës edhe të ujit, dhe shoh një energji maskullore që ndihet shumë emocionuar në lidhje me energjinë femërore. Ndoshta ky person ka shumë emocione në momentin që kjo energji femërore është e fokusuar vetëm te kjo dashuri. Dhe shoh përsëri një energji femërore midis dy energjive maskullore. E shoh te 6 letrat e fundit. Dhe si do përfundoj, kjo mund mos jetë për gjithë, është për disa, ndërsa për një pjesë tjetër mund të jeni edhe midis dy personave. Ndoshta ju keni opsione, keni oferta, janë dy persona që janë shumë këmbgulës ndaj jush dhe shoh që ju do jeni të fokusuar vetëm te një person. Dhe shoh një fillim të ri nga zerua. Ndoshta ky person dëshiron të bëjë çmendurira në lidhje me ju, duke hedhur hapa para, ndihet shumë entuziast në lidhje me këtë dashuri. Dhe personi dëshiron të filloj çdo gjë nga zerua. Dhe kemi energji të shenjave të tokës, të ajrit, energji të shenjës së peshores, por është një person që tregohet shumë i nxituar, shumë i vrullshëm në lidhje me këtë fillim të ri. Ndoshta tregohet i nxituar sepse kemi kartën e të çmendurit. Ky person ndoshta mund të bëjë dhe çmenduri në lidhje me ju dëgjues, sepse shoh që është një person që është mund të jetë edhe një natyrë e nxituar nga natyra. Këtu kemi tham energji të shenjave tokës, ajrit, energjia e peshores, dhe një energji femërore që është shumë mbrojtëse ndaj energjisë maskullore. Ndoshta energjia maskullore tregohet e nxituar sepse ka emocionet, edhe pse tregohet e mbyllur, dëshiron ta bëj këtë fillim të ri, por thjesht mund të bëj veprime të nxituara në lidhje me ju dëgjues. Dhe një energji femërore që tregohet shumë mbrojtëse ndaj kësaj dashurie. Gjithsesi tham energjit mund t'i merrni dhe në të kundërt. Shoh që energjia femërore ka ngecur në mendime në lidhje me një padrejtësi, në mendime negative, ose ju keni pasur kundërshtime mendimesh me njëri tjetrin. Mund të jetë një dashuri ku ju keni pas disa konflikte ose situata tensioni, për një pjesë tjetër mund të keni pas kundërshtime mendimesh në lidhje me këtë njohje ose lidhje, ndërsa për një pjesë tjetër shoh që ju mund të keni ngecur në mendime negative në lidhje me një padrejtësi që ju është bërë në këtë dashuri. Gjithsesi marr dhe dy karta të tjera, unë shoh një komunikim nëpërmjet internetit, rrjeteve sociale, për një pjesë prej jush, por jo domosdoshmërisht, mund të jetë edhe një komunikim nga afër, do merrni lajme të shpejta nga ky person, por ndërkohë shoh edhe një udhëtim.
dhe shoh energjitë shenjave të ajrit dhe të zjarit. Dhe kemi kartën e vendimit. Merret një vendim në lidhje me këtë dashuri. Dhe shohim cili është vendimi që do marrë ky person. Ky person dëshiron që mund të jetë një person në distancë, por mund të jetë në distancë të shkurtër ose të gjatë. Është duke menduar në lidhje me këtë ofertë dhe merr një vendim të rëndësishëm për të ardhur drejt jush. Por ndërkohë dëshiron të japi një drejtim më të mirë kësaj njofje që keni ose kësaj lidhje. Dhe këtu shoh që personi do vi drejt jush për të pasur një takim me ju dëgjues, por ndërkohë të jetë dëshiron që dhe ta festoj dhe të hedhë themelet forta në lidhje me këtë njofje ose me këtë lidhje që ju keni. Marrim një mesazh nga angjëjt dhe shohim se çfarë ju thon. Çfarë mesazhi ju japi? Atëherë një mesazh nga angjëjt. Dhe kemi numrin 16 dhe ju thot, është një moment i rëndësishëm në jetën tuaj, thot. Duhet të pranoni këtë ndryshim. Në qoftë se ky person vjen drejt jush, atëherë pranojeni këtë person për të bërë një ndryshim në jetën tuaj. Ka ardhur koha të hapni krahët dhe të ecni përpara në lidhje me këtë njofje, me këtë lidhje që keni ose me këtë dashuri që keni. Gjithsesi do marrim dhe një mesazh, çfarë do donte ky person, çfarë mesazhi do donte t'ju jepte personi që ju dëshironi, ose që jeni në njofje, ose që keni qenë në njofje. Atëherë marrim një mesazh. Nuk ka si historia jon e dashurisë. Është një mesazh fantastik, nuk më ka dalë ndonjëherë ky mesazh. Dhe marrim një mesazh tjetër, dhe ju thot, ty je personi që kam ëndërruar gjatë gjithë jetës time. Dhe shohim dhe diçka tjetër, jam me fat që ju kam njohur. Dhe një mesazh për t'i bërë 4, që t'je numër çift. Dhe mesazhi tjetër është, jam në dilema për mos marrë vendime të gabuara, thot. Edhe këtu është peshorja. Atëherë po të vëmre këtu edhe te leximi, kartat në fund ishte karta e vendimit. Karta e gjykimit, por dhe e vendimit. Por ndërkohë shohim dhe personin këtu më përpara që ndihet në dilema për marrjen e një vendimi. Gjithsesi, ky person do vi drejt jush, sepse përfundimi doli që merr vendim për të ardhur drejt jush dhe për të pasur një takim me ju dëgjues. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, ju uroj një mbasditë të këndshme, dëgjim të mbar të kësaj videoje. Mos harroni shtypni butonin like, doni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit tetor, videot e javës, por dhe videot me tema për dashurinë dhe tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë kjo ishte për ju, ju uroj dëgjim të këndshëm.